Policia e shtetit nëpërmjet drejtorisë së hetimit të krimit kibernetik ka informuar dhe ndërgjegjësuar qytetarët në lidhje me rastet të mashtrimeve online që kanë të bëjnë me oferta të rreme për kredi. Janë evidentuar raste kur personat panjohur përmes faqeve të dyshimta në internet, rrjeteve sociale apo mesazheve elektronike paraqiten si përfaqësues të institucioneve financiare dhe nxisin qytetarët të aplikojnë online për kredi me qëllim përfitimin monetar në mënyrë mashtruese. Këto oferta janë mashtruese dhe synojnë përvetësimin e të dhënave personale dhe financiare të vetë qytetarëve, prandaj policia e shtetit këshillon që të tregohet kujdes i shtuar dhe të mos dërgohen para, të dhëna bankare apo dokumente personale të persona të pa identifikuar apo faqe interneti të pasigurta. Përpara se të aplikojnë për kredi pranë institucioneve financiare, qytetarët të verifikojnë gjithmonë informacionin, të komunikojnë drejt për drejt me personelin bankar duke përdorur vetëm kontaktet zyrtare të publikuara në faqet zyrtare të bankave përkatëse, veçanërisht në rastet kur nuk kanë mundësi të paraqiten fizikisht në degët bankare. Qytetarët ftohen që çdo rast të dyshuar për mashtrim ta denoncojnë menjëherë pranë policisë së shtetit me qëllim parandalimin dhe hetimin e këtyre veprave penale. Policia e shtetit mbetet e angazhuar në luftën kundër krimit kibernetik dhe apelon për kujdes, verifikim dhe bashkëpunim nga ana e qytetarëve.